Përshëndetje, unë jam Tulla dhe kam vendosur që të bëj një sfidë me veten për 30 ditë të krijoj outfite vetëm me rrobat që ndodhen në dollapin tim. Pra, asnjë blerje të re. Sot është episodi i parë dhe kam vendosur që të zgjedh këtë bazën e thjeshtë. Kam shkuar pak safe sot duke zgjedhur këto xhinse, të cilat janë pak oversize, kam këtë frerje kështu dhe janë goxha të gjata. Dhe baza është gjithashtu një golf i zi i thjeshtë. Tani le ta kompletojmë pak outfitin, nga si po mendoj që të shtoj një pulover në ngjyrë gri, duke qenë se ngjyra gri është trendi i momentit. Atëherë kam shtuar edhe këtë pulover gri sipër, siç e shikoni, kam bërthyer vetëm 2 kopsa që të duket edhe baza e zezë dhe më pëlqen shumë se si qëndron. Duke qenë se xhinset janë të gjata, do të më duheshe pak tak, por në të njëjtën kohë do më duhej një tak i rehatshëm. Po mendoj që të vesh këto takat në ngjyrë të zezë, të cilat janë një model që nuk del asnjëherë nga moda dhe janë 100% lëkur. Kanë pak tak dhe taka është shumë e rehatshme edhe për të ecur me orë të gjata. Kështu duket outfiti dhe me takat. Ndoshta në një ditë tjetër do e kisha mbajtur outfitin edhe kështu siç është, pra thjesht me këtë pulover gri me xhinse dhe me taka, por sot kam menduar që outfiti të ketë disa shtresa, për sipër po mendoja një xhaketë zezë. Isha midis xhaketës së lëkurës ose xhaketës thjesht zezë. Kështu duket edhe xhaketa e zezë dhe më pëlqen shumë se si lidhet të gjithë outfitin. Dhe tani është momenti për të shtuar çantën. Për çantë kam menduar këtë çantën këtu, e cila ka një formë shumë të veçantë, është me detaje silver, por kjo nuk më prish punë sepse kam edhe orën gjithashtu me detaje silver. Dhe normal nuk mund të mungojnë syzet, kam 2 opsione syzesh. Ky do të ishte opsioni safe, pra syze në ngjyrë të zezë, por duke qenë se kam veshur xhinse, kam menduar një opsion pak më special dhe më të veçantë. Opsioni i dytë janë syzet këtu, siç e shikoni përshtatet shumë ngjyra blu me ngjyrën e xhinseve dhe skeleti është i zi që përshtatet me pjesë të tjera të outfitit. Dhe ky është outfiti në total, mua më pëlqen shumë. Nëse doni episode të tjera si kjo video, më komentoni poshtë.